إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, ai na udhëzon dhe atë që udhëzon I Madhi Zot nuk ka kush e humb dhe atë që humb Zoti Xhella Xhelalu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi I Allahut dhe dërguari I Tij për mbar njerëzimin. Vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, Allahu Xhella Xhelalu ju bën thirrje në Kur'anin Kerim, ju që besuat friksoni Zotit sinqerisht dhe mos lësini ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtar të sinqert përpara Zotit subhanahu wa taala. Fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani Kerim dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbja që në zjarr. Vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, në konceptin materialist risku konsiderohet vetëm tek paraja, kurse Allahu Azza wa Jall në konceptin e Kur'anit fi mefhumi, ajo që kanë kupton Kur'ani Kerim për riskun, ai është I llojeve të ndryshme dhe për këtë arsye ka përmendur Zoti subhanahu wa taala 124 herë në Kur'anin Kerim riskun, por në forma të ndryshme. Ndonjëherë përdor foljen e kohës shkuar, ndonjëherë foljen e kohës tashme, ndonjëherë në mënyrë urdhërore, pra që vjen prej Zotit direkt, dhe ndonjëherë përmend rrënjën e fjalës ose domethënë ndryshe kallëzuesin për treguar se kush është furnizuesi. Allahu Xhella Xhelalu thot në Kur'anin Kerim: "Kul man yarzuqukum minas samawati wal ard, qulillah." Thuaj, kush ju furnizon juve prej qiellit dhe tokës? Ata do thonë Allahu Azza wa Jall. Në ajetin tjetër, Allahu thot në Kur'anin Kerim duke anveshur mirësitë vetes Tij dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O ju cilët besuat, hani prej të mirave halal në këtë tokë, thot Zoti subhanahu wa taala, nga ajo që ne ju kemi furnizuar, dhe falenderojeni Zotin tuaj nëse vërtet adhuroni vetëm Allahun subhanahu wa taala. Prandaj duhet të jetë I vetëdijshëm besimtari dhe besimtarja që risku që nga fillimi deri në fund pa ardhur ti në këtë botë derisa vdesësh është në dorën e Zotit subhanahu wa taala. Por Allahu Xhella Xhelalu e ka përmendur riskun në forma të ndryshme në Kur'anin Kerim. Prandaj dhe Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin." Allahu subhanahu wa taala është ai, pikërisht vetëm ai është furnizuesi I plot fuqishmi që ka forcë shumë të madhe. Kështu që mos të shkoj mendja as kujt tjetër që ti lutet, ti përgjerohet, ti kërkoj, ti nënshtrohet krijesave, duke lënë krijuesin, Zotin e gjithësisë, I cili e quan veten është I vetmi furnizues I plot fuqishmi me fuqi të fortë, pra Allahu Xhella Xhelaluhu. E ka quajtur riskun ata në formë sadakaje. Prandaj dhe Zoti thot në Kur'anin Kerim: "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dhe nga ajo që neve I kemi furnizuar ata prej mirësisë, ata japin sadaka. Pra, ai që e friksohet Allahut Azza wa Jall, ai që shikon që çdo mirësi që ka në veten e tij, në familjen e tij, në pasurinë e tij, tek afërmit e tij e ka prej Zotit, ai jep për hir të Zotit subhanahu wa taala. Prandaj në këtë ajet
risku vjen me kuptimin al-ata, sadaka e që jep për hir të Zotit subhanahu wa taala. E ka kuptimin dhe ushqim, at-ta'am. Prandaj thot Allahu hadha alladhi razaqna min qabl, hadha alladhi ruziqna min qabl, në surën Bekare, kjo është nga ajo mirësi të cilën ne u furnizuam më përpara. Faktikisht kur hyn besimtarët në xhenet, i shikojnë frutat të ngjashme në formë, po jo në shije. Prandaj edhe ata thanë që kjo është ajo cilën ne u furnizuam përpara në dynja, faktikisht në ahiret ajo është me shije tjetër. E ka kuptimin mëngjezi, furnizimi mëngjezi dhe i mbrëmjes. Walahum rizqum fiha bukratan wa ashiya. Dhe ata do të kenë pra ushqimin e tyre në mëngjes dhe mbrëmje. Dhe kjo është një mirësi tjetër Allahut azza wa jall që e besimtarëve e ka për qëllim shiun që ju zbret si ky që kemi sot, është rizq prej Zotit subhanahu wa taala që të gjallërohet toka dhe bimët. Wa ma anzala Allahu minas samai min rizqin ay min matarin. Dhe ajo çka ka zbritur Zoti prej bereqetit, prej rizkut, domethënë prej shiut. Në ajetin tjetër që ka dhe një kuptim më shumë, thot Zoti në Kur'anin Kerim, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Pra them ky ka kuptime të shumta ky ajet dhe mbi 7 qesh rizku juaj bëhet fjalë për rizkun bereqetin, bëhet fjalë dhe për shiun, thon ulemat e tefsirit, që Zoti ju furnizon juve pra nga të gjitha krahat. Prandaj ka dhe kuptimin an-nafaqa, shpenzimin që ka, përgjegjësinë që ka prindi për familjen e tij, për fëmijët e tij. Prandaj thot Allahu në Kur'anin Kerim, walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dhe për sa kohë që lind fëmia thot, keni për obligim t'ju ushqeni ata dhe t'i vishni ata nënat e tyre dhe fëmijët. Thot Allahu azza wa jall, pra përgjegjësinë e mirëqenies ndaj familjes. Ka kuptimin e kujt? Ka kuptimin e frutave dhe bereqetit. Prandaj dhe Zekaria kur hyndën në mihrabin e kujt e Merjemes, çfarë gjente? Gjente rizq, gjente fruta. Tha wa wajada indaha rizqa. Dhe kur hynte thot mihrabin e saj, gjente fruta dhe begati. Allahu e quajti rizq, se me të vërtet është furnizim prej Zotit subhanahu wa taala. Ka kuptimin e sevapit, e mirësive, e shpërblimeve tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Zoti ahyaun inda rabbihim yurzakun, flet për shuhadat, për dëshmorët që bien në Zotin e tyre, të gjallë janë tek Zoti i tyre dhe furnizohen pra. Furnizohen me sevape, me mirësi prej Allahut xhelle xhelaluhu. Prandaj shikoni se sa shumë kuptime ka rizku në Kur'anin Kerim. E ka kuptimin e xhenetit, thot Zoti subhanahu wa taala, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dhe rizku Zotit tyt, pra xheneti i Zotit tënd o Muhammed, është më i mirë tek Allahu dhe që mbetet për hershëm. Jo si rizku i kësaj dynjaje që shkëputet me njeriu dhe vdekjen e njeriu. E ka kuptimin e bujqësisë dhe blegturisë dhe mirësive që jep Allahu njerëzve. Kul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. A nuk shikoni se si Allahu ju dha juve prej mirësive ti, prej begative dhe bujqësisë, dhe juve do me i drejtohet qifutve, disa i bëni halal e disa i bëni haram. Prandaj vëllezër dhe motra, rizku nuk ka kuptimin e pasurisë, po ka kuptim më të gjerë se çdo gjë tjetër, madje ka kuptimin e falënderimit, se thot Zoti në Kur'anin Kerim, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Në vend që ta falenderoni Allahun për mirësitë që ju ka dhënë, pra e shukr, rizku këtu ka kuptimin shukr, vend që ta falenderoni Zotin subhanahu wa taala, ju e përgjinjëstroni Allahun për mirësitë që ai ju ka dhënë. Prandaj, nëse e dim që rizku ka kuptim kaq të gjerë, limadha al-khawf, atëherë pse frika? Përse kjo luftë kaq e madhe? Përse kaq shumë padrejtësi? Përse kaq shumë zullum? Përse kaq shumë korrupsion? Përse kaq shumë dredhira për të fituar pasurinë në mënyrë haram? Kurse rizku nuk është vetëm pasuria, por që ka dhe xheneti, po që ka dhe falenderimi, po që ka dhe mirësia, po që ka dhe shiu, po që ka dhe ushqimi, po që ka dhe shëndeti dhe begatia dhe mirësia që ju ka dhënë Zoti subhanahu wa taala nga të gjitha krahët. Atëre njeriu nuk ka pse të friksohet për atë që ka garantuar Zoti mbi 7 qej. Pra lutim Allahun azza wa jall na i falë gjunat dhe gabimet dhe na forcojë fenë e tij dhe na furnizoj deri në ditën që dalim para Zotit azza wa jall mbi të gjitha me xhenetin Firdaus. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall. Paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Nuk ka dyshim vëllezër dhe motra,
Ashtu si Zoti është një krijues i vetëm, një Zot i vetëm që e meriton adhurimin, po ashtu është dhe një furnizues i vetëm. Për te i emrave ti të bukur dhe cilësive ti të larta, ai është një Zot i vetëm i cili ju krijon dhe ju furnizon pa ndërmjetës, ai sa do ai, ashtu siç di ai me urtësinë e tij dhe drejtsinë e tij precize. Thot Allahu në Kur'anin Kerim, hal min khaliqin ghayrullah, a ka krijues tjetër përveç Allahut? Pra nuk e bëri pyetjen a ka Zot tjetër përveç Allahut, se besimtarët e dinë që nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ashtu si nuk ka Zot tjetër përveç Allahut që e meriton të adhurohet dhe nuk ka krijues tjetër përveç Allahut që e meriton të adhurohet. Yarzuqukum minas sama. Pra a ka krijues tjetër përveç Allahut që ju furnizon juve nga qielli? Jo, pra nuk ka. Pra ju e dini që s'ka Zot tjetër veç Allahut që meriton adhurimin dhe nuk ka krijues tjetër përveç Allahut që meriton adhurimin, po ashtu dhe nuk ka furnizues tjetër përveç Allahut Azza wa Jall që e meriton falënderimin. Prandaj shtoni nga mirësitë e Allahut duke shuar shukrin, falënderimin, Allahu Azza wa Jall ju shton juve begatit. Thot në ajetin tjetër, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Sa prej gjallësave ka në tokë, thot Allahu Azza wa Jall, që nuk e garanton dot riskun e saj, nuk e fiton dot riskun e saj, ja çon Zoti atje ke foleja. Allahu e furnizon atë, thot, dhe juve, pra njerëzit. Ky është një argument, vëllezër, për ata cilët friksohen, që bëhen me depresion, që pinë kokra nga frika për të ardhmen, për të nesërmen, çfarë do bëjmë, o do vdesim, si po ndodh, çfarë po ndodh, e tjera me radhë. Kurse Zoti thot në ajetin tjetër, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dhe mi shtat qej Allahu ju ka përcaktuar riskun dhe ajo çka është premtuar juve tek Zoti subhanahu wa taala. Kjo lloj smundje vjen nga njerëzit e dobët, që se kanë kuptuar se kush është Zoti i tyre, që se kanë kuptuar që do thot mbështetje tek Allahu, që se kanë kuptuar që do thot tauhidi, njëshmëria e Zotit në gjithçka, që se kanë kuptuar që ai që e ka riskun qiell, ai e ka risku dhe në tokë. Ai i cili e ka pushtetin e qiellve ka dhe pushtetin e tokave, atë që duket dhe atë që nuk duket. Mirë po njerëzit garojnë në për harame se duan pasurinë shpejt, të pasurohen shpejt, për rishfete, për ndrimin e kufive, për padrejtësira, për zullume. Dhe kështu u japin shoqërisë modele të shëmtuara, dhe shikon se si rinia shkon pas tyre turma me shpresën se do të bëhet i pasur shumë shpejt, por kanë harruar që Zoti xhelle xhelalu atë që e ka caktuar për ty se merr dot kush. Dhe atë që Zoti nuk e ka caktuar për ty nuk ta sjell dot kush. Prandaj Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'anin Kerim, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsara rizqa. A nuk është ai i cili nëse ju furnizon, kush përveç ti nëse ai ndalon ju sjell riskun juve? Dhe nëse thot Zoti në Kur'anin Kerim, neve u ndalojmë shiu nga qielli, kush e sjell atë? Mao Zeduni, Enveri, politika, shkenca, kush natyra? Allahu nuk do ta sjellë shiu dhe nuk e sjell. Dhe nëse neve thot e thajmë atë nga toka, kush ju e bën juve burimet që të burojnë ujë? Dhe nëse neve u marrin shikimin, thot Zoti, kush u kthen atyre shikimin? A e kuptojnë këta njerëz se me kë kanë bëjnë? Pikërisht se nuk e ka kuptuar se me kë kanë bëjnë, dhe nuk e kuptojnë urtësinë e tij në ndarjen e rrezikeve, apo në vonimin e tyre, apo në shpëtimin e tij, shpejtimin e tij. Prandaj dhe ata renden, sorollaten, zhyten në për harame, në për zullume, nga frika për të ardhmen dhe për riskun. Kështu mendonin dhe faraonët dhe mbretërit e padrejt dhe diktatorët, dhe nuk morën me vete vetëm se atë që dheun, madje edhe arin që e groposën u morën tjertë mas vdekjes, i nxorën nga varret. Allahu akbar. Kurse besimtari ka tek Zoti i tij, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, besimtari ka ke Zoti i tij dhe risku i Zotit tënd pra xheneti është më i mirë dhe që mbet për herë. Elusim Allahun Azza wa Jall që na furnizojë me xhenetin Firdaus. Elusim Allahun Azza wa Jall na furnizojë nga qielli dhe toka. Elusim Allahun Azza wa Jall na furnizojë nga qielli dhe toka dhe gjitha anët. Elusim Allahun Azza wa Jall na bëj për atyre që i friksohen dhe i vjen risku prej Zotit xhella xhelalu. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na ruaj nga çdo e keqe që duket dhe nuk duket. Elusim Allahun na ruaj nga çdo e keqe që duket dhe nuk duket. Elusim Allahun për vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, në Sudan, në Yemen, kudo që ndodhen.
Elusim Allahun të ruaj musliman dhe muslimanët kudo që ndodhen. Elusim Allahun ta zgjasë dritën e kësaj feje deri në ditën e Kiametit. Elusim Allahun na furnizoj nga çdo krah, o Zot, dhe mos na lën dorën e njerëzve dhe mos na bëjë nështruar ndaj njerëzve, por të jemi nështruar ndaj Teje dhe presim rrezikun prej Teje ya Rabbel Alamin. Sot është xhuma dhe dërgoni salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Prandaj dhe Allahu bën thirrje, o ju që besuat, me lajket e Tij i bëjnë salavat pejgamberit Allahut, prandaj edhe ju dërgoni salavat për pejgamberin عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.